shoku kryetar, të nderuar delegat, që në fillim me plot argumente, pa qëllim që të thellohem në të thanat dhe të prezentuarat e shokut më parë, duhet ju të rjeku vrejtjet të gjithë dhe se musafirët e ftuar dhe të paftuar nuk kanë të drejtë, sikur dje që s'ka pas drejtë, dhe asët nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë rreth hartimit të rendit të ditës. Dhe çdo ndërhyrje e tyre e ka politizuar situatën këtu dhe ka kontribuar që kjo mbledhje të shtyhet gjithësisht. Po dyshoj që edhe sot një montim i tillë ka të njëjtën peshë dhe të njëjtën intencë. Shokut në fjalë, une nuk du t'i mbaj ligjërata këtu, por le ta din se autonomia ka lind me 37, vitin 1937 e matutje. Dhe kur të dalë të folë për pika të rendit ditës që t'jom këtu, atëherë do t'i spjegoj se si është kriju autonomia. Pik. Lus kryetarin, edhe herë le të din, une dje kom dalë si propozus në emër të dhe kom thënë, propozoj që në rend të ditës të hyjë edhe kjo pike, kjo. Ka qenë rregull. Kur ardh çështja e formulimit decidiv të pikës për të cilën ne kemi qenë të interesuar, nuk është vazhdu puna siç duhet. Prandaj nuk është aprovuar rendi ditës. Dhe mos aprovimi i rendit ditës ka shkaktuar të gjithë acarimin e situatës që është këtu. Dhe pasojat e saj do të jetë shumë të këqija. Ju lutem, kërkush nuk po kërkon tekst dhe as nuk ka tekst akademikëve as pa akademikëve. Është iniciativë që të nxirret kushtetuta e re në harmoni me reformat kushtetutare që janë duke u bërë në Jugosllavinë tonë. Prandaj iniciativa është e bazuar, është në përputhshmëri me Kushtetutën e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, me Kushtetutën e Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, edhe me Kushtetutën e Republikës Socialiste Federative edhe me Kushtetutën e Republikës Socialiste të Serbisë. Nëse doni, argumentet vinë njëra mas tjetrës. Prandaj nuk ka tekst. I kemi 3 opsione. Propozimin, obligimin që ka marrë Këshilli Ekzekutiv i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës në krye me shokun Jusuf Zejnullahu, dhe e keni amandamentin cilin e keni kërkuar dje që nuk e plotëson në formale, atë që thëmë e ka plotësuar dje, që ka paraqit kolegat me shkrim, prandaj duhet të deklarohem. Jemi për ne, vazhdon procedura, tekstin dhe mënyrën e punës krejt rrjedh manena. Ana më formale bëhet këtu bjesh. Ana formale është më marrë vendimin nga organi kompetent. Edhe nuk ka rrugë tjetër ligjore përveç se mu të këru. A jeni për atë që të hyjet nxjerrës kushtetutës së re? Po, murë fund, as ka tekst, as ka kugjish, qaj tekst po më janë ndorë. Qaj tekst nuk mund me qenë kundër interesave të asnjë populli në Kosovë, as shqiptarëve, as serbëve, as malezezve, se unë nuk do të pranoj, nuk do të pranon asnjë delegat që këtu, nuk do të pranon populli. Se ne bashkëtesën e kemi të vetëm dhe të gjithë ata që po tentojnë me metoda të tilla perfide dhe të fshehta, janë armiq edhe të shqiptarëve, edhe të serbëve, dhe të gjithë atyre që jetojnë këtu. Unë nuk du manipuloj me asnjë emër, as serbë, as malezezë, as muslimanë, as ta. Nuk ka kush drejt më deklaru këtë në emër të muslimanëve. As unë nuk deklaron në emër të askujt, as në emër të serbëve, as në emër të romëve. Të fillu premijat e të informimit edhe ne se të gjithë manipulojnë me ta. Shokët e thojnë vetë, për me thonë vetë është e ka gishtin, janë për ose s'janë. Prandaj shoku kryetar vende në rand të ditës 3 opsionet. Propozimin e djeshëm, marrjen e obligimit të Këshillit Ekzekutiv, edhe anën formale juridike të plotësuar nga me amandamenti që sot është paraqit me 72 delegatë që e kjetë shkruar. Ju falenderoj.